Kjo pyetja e radhës do të kështu. Selam aleikum hoxhin nderuar. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu tregon gjatë një udhëtimi që ndërmorëm ne, pejgamberi alayhis salam mbeti prapa dhe më pas na arriti kur faljes së namazit i kishte kaluar koha dhe ne ishim duke marrë avdes vetëm duke fërkuar këmbët me duar të lagura. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thiri me 2 a 3 herë me sa zë kishte zot lart. Mirë themrat gazjari, desha t'ju pyes, domethënë që citon këtë hadithin, edhe thotë desha t'ju pyes, a na lejohet edhe neve ndonjëherë me ngrit zërin lart për çështjet e fesë apo jo? Allah ju shpërblet me xhenetul firdaus. Wa alaikum salam wa barakatuh. Po ky hadith është i njohur, vejlu lil aqabi minan nar, që ka tregu pejgamberi sa një kërcënim se Allahu do t'i djeg me zjarr në xhenemit themrat që nuk lagën gjatë marrjes së abdesit. Është përqendrim edhe për themrat, edhe për fytyrën, edhe për durt, që t'jemi, ky hadith është me na vënë me dije kujdesin që duhet ta kemi gjatë praktikimit të rritit të abdesit, marrja së abdesit në përgjithësi është një procedurë që ka obligimet dhe sunetet e rregullore të veta që duhet me përpikshmëri me i realizum. Mos na shndrohet marrja e abdesit në rutinë, sidomos te namaz farse që falin 5 kohë namaz, te ata mund të më shndrojnë rutinë dhe pa vetdije me neglizhu një larje të një gjymtyre dhe me u bë ajo përditshmëri pastaj. E për këto ka kërcënuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka treguar se dënimi i tyre është me zjarr në xhenemi, shoku se nuk i lajnë ato gjymtyre ashtu siç duhet. Lejohet me ngrit zërin për çështje të fesë në rrethona dhe në momente të caktuara. Kur i kire ti ato i tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thonë këtë në prezencë të sahabëve të vet, të shokëve të vet, i ka njoft mirë ata si parekuqe, që themi na. Dhe ata kanë qenë bashkë në udhtim. Dhe kanë qenë në një distancë pak edhe më larg, ka pas nevojë që të ngrit zërin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe që të ndëgjojnë mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por e kanë ngrit zërin edhe që të e kuptojnë rrezikun e kësaj vepre që ata e kanë bë. Thotë edhe që të ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por edhe rrezikun nga ky gabim. Sikurse donjëra dikush që është larg, ti ke nevojë me ngrit zërin vetëm i tregu se çe ku jam këto, po donjëra edhe e ngrit zërin më larg, kujdes se vetur. Tregon se ai dhe rrezik do të shkelë vetura, kupton, kujdes, otuar ndjath majt. Dhe në këtë drejtim është ngritja e zërit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që edhe të ndëgjojnë, por edhe të e kuptojnë rrezikun e këtij gabimi nëse ata e praktikojnë dhe e vazhdojnë kështu në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Dhe ngritja e zërit generalisht është me rrethona momente të caktuara. Sikurse për shembull kur flet hoxha për pranverën, për lulët, kur flet hoxha për polenin, kur flet për gjelbrimin, po light version është e folmaja. Ka dal. Po ka dal mirë, edhe aty duket sikur me pas dal liva. A kupton? Let mirë. Po kur flet hoxha për xhenemi, për ditën e gjykimit. Jo, kur ka se xhenetin xhenemin pak ju duket më e pa. Edhe dikush edhe më thonë, ka çef dikush edhe xhenemin më thonë me lule, më shpjegoni lule të kuqe ndore, më thonë keni mu djeg me zjarr xhenemi. Nuk shkon kështu kjo po. Do thonë ka ajo duhet me bërtit kur vete puna për xhenem. Jo për xhenem, s'ka kuptoj. Si kanë folur xhallart kur ka qenë lufta në Kosovë, kur i kanë nxit popullatën të largohen prej një vendit, prej rrezikut që ka pas, që të kujdesen, që mi vetëdijsue kështu me radhë, ka qenë pyetje jeta ose vdekja. Ja do aty me buzëqeshje, rryuni se do të vinë serbët tani do t'ju masakrojnë. Të nderuar vëllezër qytetarë, duke buzëqesh, lule ndor, nuk shkon me kjo punë ashtu. Çdo rrethon e ka edhe mesazhin e vet, i ka edhe gestikulacionet e veta. Se ka kritika xhallar pse bërtas. Pjesë e retorikës ka një lëndë në shkencë që e kojmë në retorik. Ata të cilët kanë shkuar në shkollë e dinë këtë meselë, e dinë këtë çështje dhe e dinë se retorika është art në vete. Retorik kanë edhe artistat e Hollywoodit, kanë retorik edhe këto që punojnë në teatr,
aktorët që kanë shfaqje në për teatra, kështu me radhë, edhe ato mësojnë për retorikën. Edhe retorika nën kupton që çdo tematikës me ja përshtat tonin, fjalët, fjalorin, gestikulacionet, shprehjen e disponimit, dhe këto mesazhe pa këto komponente nuk munden të përcillen. E pamundshme është. Andaj me pas kujdes dhe me qenë të vetëdijshëm pse dikush në hutbe apo në ligjerat apo në mësim e ngren zonën, apo një film të Hollywoodit, se në film të Hollywoodit këtë në rregull është atje me e politikane, këtë mundën me vërtit. Këtë në rregull me vërtit. Te hoxhallar është tema. Te hoxhallar, po çdo temë ka atë peshën e vet, atë rolin e vet. Ndryshe flet për xhenetin, ndryshe flet për xhenemin, ndryshe flet si mundesh ti me qenë cool kur flet për një dukuri negative vetvrasjen e trive. Kush mundet me qëndru cool? Pa i vdek në shpirt, ai s'mundet me përçu mesazh. Zaten të vdekurit në shpirt, ata as që intereson, atyve sa vriten trita, a marrin droga, a vriten me zvetja, a vetë vriten, a se kanë gajle ata. A që ka vnerë qëto, që ka pak kiselin, thejmi na këto, thartin qëto, ati i vlon barke, dhe a del edhe mundohet atë tematik, pse fjallët si dalin, prej fjallorit gjush qipe, neni numër 2, fjallorit kështu, fjallorit kështu, dhe a i që është me qitap ta, së mundet ati fjallë të dalin prej barke, ati i kallat barke. Edhe kur ti kallat barke, edhe ti këshire edhe politikante sinqert, edhe mjekët e sinqert, edhe profesorët e sinqert, edhe arsimtarët e sinqert, thot, edhe hoxhallarët e sinqert, edhe print e sinqert, ndryshe flasin, edhe ndryshe reagojnë ndaj ndodhive dhe dukurive, dhe ndryshe flasin ata të cilët janë thjesht e bëjnë një punë si një protokoll. Ti s'mundesh me shku me, tani e kemi shembull një lajm botror ku sheh me një vend që vritën shembull 1000 fëmijë, edhe aty me tregu lajm, jemi këtu, u vran 1000 fëmijë, u bën një masakër, reaguan, ekipa gazetar çajin. Ndodhi të caktuar me akte terroriste, vrasje, lufta, kështu me radhë, tërmetet mëdhaja, ekipa, pse çajin ata? S'duhet me qajt, a gazetarët me qenë profesionist, objektivët me qenë, po ja, i qanë se e ban atë punë me shumë dashuri e ban. Shembull gazetarët, apo gazetarët, për shembull ti je duke fol këtu, i tregon një tregim, gazetar ka rastis, neve shembull i shkojnë lat. A s'duhet me qajt, me qenë objektiv, me qenë profesional, me ne kështu si makinë, si plastike edhe po s'mundet aja, nëse është pak njëri nëse i punon ajo zemra, tik-tak i van, në pak nëse ka gjallë, s'mundet aja mos me unë diku nga tema, nga rrethonat, nga problemet, nga telasat dhe kështu e ngjashme. Andaj se Marium lejohet. Në vejnë e caktume. Që në podcast hoxha nuk bërtet, në hutbe bërtet, se që shto është të ata, kur nëse kishe bërtit në podcast, atëre kishme thonë, nuk kanë rregull këtë diçka. O më në podcast i të vërë mirë, qeti, Po, natyra e bisedes është ashtu. Ashtu, po. Të kemi dialog, s'kemi monolog. Nuk bësh monolog. Dhe në hutbe ka edhe pyetje retorike. Ama është mirë në dysave me veçu do libra që flasin për retorikën, për artin e të folërit, se a di njerëzit se ka një shkencë që ka imë në retorika. Dhe arti të folërit. Ka body language që i thënë, ama anglisht e super, mundet. Ama ti kur atje të kesh body language në hutbe, a i do ti me konë ati, nisa elhamdulillah el fati, a i të shpia. Edhe vdekt me konë. Pse më thonë, po jave unë du me anxhall denjat me njerëzve në hutbe. Nëse dhe njerë njaf, pak si lëviz, ajo zemra, pak, ti kur? Bile njerë njaf pak ta ndim gjallërinë e zemrave tonë. A diku mas shumë t'i prekna. A ku fol me përlullet, kena me fol me përlullet, najt verzian, kena mu knaq, kena me kesh,
bla 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 bla, qef një tjetrit aty. A ti me pa dunjoja vdes atje, apo dunjoja të shkatru, ti shtaj me folë Fëmijë aty tu- qëtësi. Se është edhe një kritike disa vllaznive ton që dojnë me gjetë kimin për shesh, ishte veporzit, domethënë mi kritikua xhallart, shumë po vërtet, mundet më ka dalë, e vërteta thuhet me qetësi ne. Shumë mirë sqarova edhe për ato. E vërteta thut qetësi, dhe kjo është rregull një universal, i përgjithshëm. Po çdo rregull ka përjashtime. Ka përjashtime. Pejgamberi sallallahu ka folë për tema që kanë bëjnë me adhurimin, thot se Abiu, dhe shumë njerëz që e kanë përcjell fjalimin e tij, thonë pejgamberi sallallahu i skuqeshte fytyra, i dukeshin damart, Prit bërtismës. Dhe na like për shtypjen sikur se me qenë duke nxitu shtrijen për me shku në luftë. Ai ka folur ndoshta për abdesin, për agjërimin apo për diçka. Të një natyrës krejtësisht ndryshe prej luftës. E keni pa ato ushtarakët si generalët, po, si flasin, si komunikojnë, si i rreshtojnë, si thonë djath, majt. Ai thot ju lutem djath, pak majt, pak më lart kështu. Djath, majt, gaditun. Ton. Pozita dhe profesioni dhe momenti e kërkon atë vetën. A ki pa e shkon atje, bëm im shon me qizme ploçka. Shka ka faj ploçka? Ka im shon ploçkës. Plakës. Po. Ploçkës zban, po. Me kas të shfajni me mua, jo. Jam komplet. Dhe thot, pse im shon ai? Ashtu është bon toni komunikimit, te qaj profesionat që ashtu. Edhe kitë në regullo, mos me boat, ka masa disiplinore që dhe gjykata, me mri deri në gjykata e mua në ku shtari, me thonë, po në ketëbe, si thash kur gjove, si më shova plakës me kamën, këton, edhe se përshëndeta si e kërkon ai protokolli ushtarak, si di shumë ata. Thot, gjykata dhe thot, jo, në drejt është generale, se ti a dush, si pas reguloreve, që i ka ushtria për shembull, duhet kështu me përshëndetat. Kitë në regull është, ama në ligjeratat të ndonjëherë kur flet për xhenimin, flet për dodokuri që janë negative, që dush, si më thonë, me a marë vëmendjen, me a tërhek vëmendjen dëgjuesit, ka mekanizma atje që janë legjitime, që janë shkencore, që njerëzit e shkencës kanë marrë dhe i kanë evidentu se si ti me fjalimin tënd me pas ndikim tek dëgjuesi yt. Dhe kjo është art shkencën vete, që besoni hutbja është fjalimi më kompleks nga gjitha fjalimet e profesioneve tjera. Pse në shkollë fillore ai ka veç klasën e parë, ke veç dytën, veç tretën, deri të katërtën apo të pestën. E masane ka të pestën, gjashtën, është një grup tjetër deri klasën e 9. Edhe i target i kanë një moshë caktuar. Profesori, veç pse kanë dallime sociale, një më i pas, një më i varfër, një më i trash, një më i holl, për shembull, edhe arsimtar për shembull kanë kujdes që mos t'i lëndojnë ndjenja dhe në emocione. Parëmdoj hoxha. Pi klasën e parë, një klasën e 100. Pi klasën e parë, dhe klasën e 100. I kinë gjami. Dhe thot, i pasër, i varfër, me post, pa post, i shnosh, i smur, i trash, i holl. I trash, i holl, ketë ata i kena, ketë, sëna. Gjini mashkullore, gjini femrore, prej dvendit, mysafir prej jashtë, kalimtar të rastit. Isa po hirë në islam. Pa, të punsum, pa punsum, të shkollum, pa shkollum. Kretiki ato. Parasyve tu. E ti dush me një ligjerat, me një mesazh, kretëve me ju drejtu. Edhe kretë që ato ta kuptojnë çka ki thonë ti. Andaj është një moment që nuk hin kallëpet e vogla që i ka njerëzit, e di? I fol veç klasës parë, i fol veç klasës ditë, i fol vetëm shtëpisë tënde, familjes tënde, apo vetëm studentëve vitit parë, vitit dytë, edhe studentëve që janë shkencat matematikore, që janë për shembull
në letërsi apo X drejtim. Drejtimet janë dallume. Pse? Në bazë drejtimeve janë edhe zhargonet e caktuara, edhe fjalorët, edhe materialet që me qenë përshtatshme gjitha këto për atë kategori të studentëve. Në xhami s'ka kështu. Ki xhamat që studion mjeksi, ki atjetër studion matematik, atjetër punon në ndërtim, atjetër është tregtar, lloj-lloj profesionesh. Atjetër është politikan, është punëtor i thjesht, është kryetar komune, është drejtar, është zamës drejtar, dhe ti me qatë mesazh tënde ndush për gjithë më bë atraktiv. Dhe gjithë që ato 15 minuta me të ndëgju dhe askush një laf mos me thonë. A dini pse se thot askush as një laf? Jo pse i tutën hoxhës. Hoxha s'ka kam gjik. As pushtet, as në mungesa në orë se një shkrynë as kujt. As në qenat e drejtori me dënu, sikur se mund me bote. As nuk ngel kërkosh. Po hutbe ka bereqetin e vetë. Është një moment hynor, adhurim është. Që ka atë energjinë e vetë pozitive. Dhe nësë jo gjallar do të kemi shumë kujdes. Mos me ra prej njerëzve që hutbja është në lindja të janë përëndim. Lidhje s'kan. Mes profesioneve të veta dhe hutbes. Nuk du të në me ra prej e që asaj që e thonë ato. Qka marim vesht ato në hutbe? Qka marrin vesh ato, qka marrin di lidhe si kanë, qka do me thonë ligjerimi islam, qka do me thonë me ligjeru për literaturë islame, e qka do me thonën hutbe me mbajt. Hutbe me mbajt. Hutbe me mbajt është artë dhe shkencë në vete që lusim Zotin, Amen. që Allahu të na bën të mundshme të themi atë që është e dobishme. Por edhe në fund edhe këtë kam obligim me thonë moral, sado që e shenjë që është hutbja, sado që është një moment kompleks, përsi dhëtë me pas parasysh. Hatibi, ligjeruesi është njeri, mund të gabojë në moment. Normal. Mund të gabojë në moment. Mundet në vlerësim, në fjalor, në lapsus, mundet kjo është normale. Kretë munden me gabo. Kretë munden me gabo ma hoxhas s'ban. Hoxha se të gabojnë duhet me bo skandal. Me elin skandal. Që shte e më nga gazetar tonë, fatkeqësisht. Sikur se kretë edhe ai është njeri dhe mund të gabon në momentet të caktuara. Nuk është chat GTP, robot. S'mundet.